Ç'a ndodhi? Se kam lexuar gjithandej nëpër portale që i ka hequr nga Instagrami. Si është? Me thënë drejtën Arbana, ça gjëra janë shumë të bukura për aq sa zgjasin. Dgjoj, s'ka një gjë të keq që ka njësi që mbarojnë. Jo, nuk është puna që ka njësi që mbarojnë. Thjesht ndonjëherë ndoshta dhe unë duhet kuptoj që njerëzit jo gjithmonë do jenë për mua dhe pranë meje kur unë kam nevojë. Kisha nevojë dhe nuk u gjenda. Ndoshta tash jo në thyva këmbën, ndoshta a ditë dole lajmet sikur jam në aksident tragjik, sikur mund vdes, ndoshta njerëzit se kanë ditë që unë thjesht është një thyrje këmbë, por lajmet kanë dalë sikur është diçka shumë e madhe. Edhe ndoshta kur i do shumë edhe kur pret shumë nga njerëzit, do të çedesh gënjesh, ndoshta është një veprim që unë e kam bë shumë nxefje në thyrje e sipër, po nuk do doja të shtiresha tek njerëzit sikur çdo gjë është mirë kur brenda meje diçka thyet. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.